Gjenet e talentit, shkenca që studion origjinën e krijimtarisë, pyetja që ka magjepsur njerëzimin. A është talenti dhuratë apo rezultat përpjekjeje? Kjo pyetje ka ndarë filozofët, psikologët dhe artistët prej shekujsh. Një pjesë beson se talenti është trashëgimni gjenetike, një shkëndij që lind me njeriun, të tjerë mendojnë se është produkt i praktikës dhe përvojës. Sot shkenca po afrohet me një përgjigje, të dyja janë të vërteta. Trashëgimnia e lindur, kur gjenet përgatisin terrenin. Studime të shumta kanë treguar se disa njerëz lindin me prirje neurobiologjike që favorizojnë kreativitetin. Gjenet ndikojnë në mënyrën si truri punon, informacionin, në ndjeshmërinë emocionale dhe në llojin e lidhjeve nervore të krijojë ide të reja. Një kombinim specifik i kimikateve të trurit, dopamin, serotonin dhe norepinefrin lidhet me aftësinë për të menduar në mënyrë divergjente, pra për të gjetur zgjidhje origjinale. Kjo do të thotë se disa trupa dhe truri janë më të gatshëm për krijimtari. Megjithatë, gjenet nuk mjaftojnë. Ato janë si një instrument i mirë, por muzika varet nga mënyra se si luhet. Përvoja, palestra e talentit. Psikologjia bashkëkohore e sheh krijimtarinë si muskuj mendor që zhvillohen përmes praktikës, kuriozitetit dhe përballjes me sfida. Kërkimet e Andrew Erikson mbi ekspertizën treguan se ushtrimi i qëllimshëm jo koha, por cilësia e përpjekjes është çelësi i mjeshtrisë. Një fëmijë me predispozit për art, nëse rritet në një mjedis pa stimul estetik, vështirë se do të zhvillojë plotësisht potencialin e tij, ndërsa dikush pa predispozit të dukshme, por me përkushtim dhe pasion, mund të arrijë nivele të jashtëzakonshme krijimtarie. Truri krijues, laboratori i ideve të reja. Në trurin e njeriut krijues, lidhjet midis hemisferave janë më aktive. Kjo do të thotë se logjika e majta dhe imagjinata e djathta bashkëpunojnë më mirë. Kreativiteti, sipas neuroshkencës, nuk është çrregullimi i mendjes, por bashkëpunimi i saj më i lartë, ku strukturat që analizojnë, ndjejnë dhe ëndërrojnë, komunikojnë në harmoni. Në fakt, shumë studime tregojnë se krijimtarët e mëdhenj aktivizojnë njëkohësisht rrjetin analitik dhe atë të ëndërrimit, duke prodhuar ide që janë si ura midis reales dhe imagjinatës. Emocioni, katalizatori i talentit. Asnjë gjën apo përvojë nuk mjafton pa emocion. Frymëzimi lind kur ndjenja përplasen me mendimin. Artistët e mëdhenj nuk janë vetëm teknik, por të ndjeshëm deri në dhimbje. Ata e përjetojnë botën me intensitet dhe truri i tyre përkthen emocionet në formë tingulli apo fjalë. Kështu, talenti është ndjeshmëri që gjen gjuhën e vet. Nëse gjenet janë farat e talentit, përvoja është toka ku ai rritet. Një njeri mund të lindë me predispozit, por vetëm kur puna, pasioni dhe përjetimi ndërthuren lind arti i vërtet. Krijimtaria pra nuk është as dhuratë e lindur, as teknikë mësuar, është takimi mes natyrës dhe përpjekjes, mes shpirtit dhe mendjes që nuk ndalon së kërkuari, sepse talenti në thelb është gjenialiteti i përhershëm i përmirësimit.